Psalmi 22, vujtit dhe shpresat e të drejtit. O hy im, pse hoqe dorë prej mejet, larg nga shëlbimi im, fjalët e dënesës sime. Hy im, kërkoj ndihmë, ditën e ti nuk më përgjigjesh, qes kushtrim, natën e nuk gjej pushim. E pra ti je shejti që banon në lavdinë e Izraelit, në ty shpresuan jetrit tanë, shpresuan e ti i shpëtove. Ty të thirrën në ndihmë e gjetën shpëtim, në ty e vuan shpresën e nuk u turpëruan. Vërtet unë jam krimb e jo njeri, turpësi e njerëzve, përbuzje e popullit. Gjithkush më shikon, më përqesh. Shtrembërojnë buzët, luajnë me kokë, shpresojnë në Zotin, le të lirojnë e le të shpëtojnë, sepse i pëlqen ati. E pra ti me nxorën nga krahërori i nënës, ti me bëj të sigurt në prehnin e nënës sime, në dorën tënde jem, që nga krahërori nënës, qysh se më mbante nëna ti e hy im, mos qëndro larg mejet, sepse rreziku është afër, e s'kam tjetër kënd që të më ndihmoj. Me rrethuan dëmat e shumt, me zotërinë e Basanit me qarkuan, por mëshirshëm e hapën gojën e vet në mua, si luani që shkëlqyen e ulërin, si ujë u della, me zhdërthyen e shtrat, me bë zemra por si dylli. Shkrihet brenda krahërorit tim, por si tjegull mu tha qiellza, gjuha me ngjitet për gurmaz, e ti me holle në pluhurin e vdekjes. Me rrethuan qenë me shumicë, turmë të bagëqin, me rrethuan gjithka, me shporuan duart e këmbët, mund ti numëroj të gjitha eshtrat e mia e këta me këshyrin e nuk mi ndanë syt. Petkat e mia ndër vete i ndajm e mbi petkun tim qesin shok, por ti o Zot mos rri larg mejet. Te fuqia ime shpejto të më ndihmosh, ma shpëto jetën prej shpatës, prej dorës së qenit të vetëm të mirë që kam, me shpëto prej gojës së luanit, prej burimeve të buajve të egër, mua me gjorin, e unë do t'ua shpall vëllezërvet emrin tënd, do t'ua lëvdroj në kuvendin e Leut. Ju që e dëroni Zotin, lëvdojeni atë, barë fara e Jakubit, lëvdojeni atë, të gjithë pasardhësit e Izraelit, nderojeni atë, sepse nuk e përbuzi as se qiti në rres mjerimin e skamnurit, nuk e fshehu fytyrën e vet prej tij, por kur i kërkoni ndihmë e dëgjoni. Prandaj do të lëvdoj në kuvendin e Leut, ndër sytë e besimtarëve të tu do t'i kryej kushtet, do të hanë skamnorët e do të ngrihen, do të lëvdojnë Zotin ata që kërkojnë, rroft zemra e tyre për amshim. Do të kujtohen e do të kthehen në Zotin mbar skajti i tokës, do të adhurojnë para tij mbar familjen e kombëve, sepse Zoti është mbreti, ai i sundon kombet, atë vetë që do të adhuroj të gjithë ata që të pushojnë nën leje, para tij do të përmbysen të gjithë ata që kthehen në pluhur. Kurse shpirti im për të do të jetoj, në shërbimin të ti do të jetë fara ime, brezëritë së ardhshme do të tregohen për Zotin.
për drejtsinë e tij do të tregohen popujt që vjen kështu biri i Zotit.